Se fëmijët nuk duhet të qëndrojnë në zgjuar deri vonë. Hormoni i rritjes funksionon vetëm kur jemi në gjumë. Kjo do të thotë se sa më gjatë fëmia të rri zgjuar, aq më pak hormoni i rritjes mund të veprojë në trupin e tij. Përveç kësaj, gjumi është përgjegjës për zhvillimin e vonuar të të mësuarit, qëndrueshmërisë psikologjike, inteligjencën e të tjerë. Gjatë gjumit ndodhin shumë lidhje të reja neurologjike që nxisin zhvillimin e shëndetshëm të fëmijëve. Studimet e fundit tregojnë që fëmijët që flejnë vojnë, përjetojnë më shumë ankth, janë më pak të përqendruar, kanë performancë të dobët në shkollë dhe janë më të prekshëm ndaj çrregullimeve psikologjike. Problemi është se në ditët e sotme marrja e fëmijës në shtrat herët nuk është e lehtë. Telefonat celularët, tableta, televizori, kompjuterat, të gjitha këto pajisje përdoren gjithnjë më shumë nga fëmijët sot, pa kufi, por vendosni limite me fëmijën tuaj.